Pyetje që nëse kuptojmë na muslimant, besoj që kena më rahatu shumë. Pyetja jam është, a mundesh me ik prej vdekjes? Krejt kanë me thonë jo. Kurse si së ik prej vdekjes? Gatësh, ka thonë Rasulullah alayhi salam, rizqi, furnizimi, i cili i është caktuar robit prej Allahut azza wajal, e njek robin ma shumë se sa që e njek e gjeli tina. Do me thonë, në qofë se e gjelit së një ik, rizkit së një ik edhe ma heq. Ata që e ka caktu Allahu azza ka me artë të ti. Tash, të zgjedhe me fitu me njerës, me halal, e jo me zgjedh rrugë të haramit, por shkak se nuk ki mundësi me marrë veç se ata që ka Allahu ka shkru për ty. Ajo ka me ardhë edhe në qofë se punojna punë të vështira, edhe në qofë se lodhë me njerës me ajo vjen. E në qofë se i him këty në rrugëve për shkurti, vedente me transport, edhe kësi, nështë e mërin që ata vesh nuk e shë hajren. Qa do? Qa u ka në caktu ma ajo vjen të ti, ma shumë jo. As ma pak jo. Kështë që mos e lodhën këtë dunja. Po na, kur kosh nuk është të thanë, mos me punu.